E shifni atë djalën e Xhelinit, që shtyp të cigaren, që shtyp të cigaren në mish të dashures. Pra dhe njerë, ku? Në kryeministri të shkoj. Hajde për një grevë tjetër aty. Urdhoni hyri grevë dhe njerë. Prap do lejoj tani. Prap do hali aty. Hajde prap aty. O më e mirë, o më e mirë, graci bajnë ashto, o pika juj. Të dashë pensionistë, o pushat, po ty të kanë, në bunker, ty të kanë kastru në burker o buri dhe u të më tonë, që burketi tani që për të të më tonë? Po, s'po provokoj, pse po provokoj? Pse s'bëj analizën kryetari juj? Pse s'bëj analizën kryetari juj kur pa ditit jatim? Se buri që s'ka frikë bën analizën Fidel. Po, shkosoj kryetari, dhe pregadituni se çdo seancë këtë ushtrim kryeministri juaj do t'ja bëj me knaqësi. Amiti, shifni mor këtu mor, shive shkruajmi ta, filmoj e si për të qupe Hamitit. Ku është ky? Ja dhe fatosi e në verit, ja mor kujni. Jeni të tedhur në bunker. Së mund viga ju, mo. E budalaj, po së bëri, po ku mund bëri presion ju. Artisti. 2 minuta replik. Edvin, na thuaj pak, Madam Basha ka opsione apo aksione në bangën offshore. Në bangën offshore. E para, e dyta, na thuaj pak si shkove u ktheve me bisht në shal në Berlin dhe s'të dhan as një takim. E treta, po vi unë tek fjala që i the, tani po them haptas. Kur unë u largova nga aktivitetit, nuk kam bërë dhe kam refuzue çdo lloj ftese nga kushdo që më ka ardhë, për arsye se unë tani vetë kuptohet. Më shumti përfaqësoj zgjedhës në këtë parlament, kurse kudo tjetër unë jam person privat, themi atë që është. Kam marrë për përtej oqeanit Adishti absolutisht shtesa më shumë se kushdo tjetër dhe çdo 2 muaj. I kam bërë të qartë që në fillim në kryetradhës se unë i kam nërprej të gjitha llojet e udhëtimeve zyrtare. Nuk kam pse të bëj unë udhëtim zyrtar, sepse nuk kam. Nuk jam person që përfaqësoj më një forcë politike. Përfaqësoj veten time. Prandaj edi që ta dish ti, në mënyrë absolute çdo 2 muaj kam marrë ftesa dhe marrë. Por, nuk e kam të vendosur që nuk udhtoj për qëllime zyrtare as kërku. Të më teket, kur të më teket, Edi Rama? Me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, dje mirë ti, kam arrit aty që s'mund të arrish ti kur. Edhe 30 sekonda, zotit Berisha. Sa tjetërin, kanë qenë republikan, kanë qenë demokrat, i kam respektuar. Nuk i kam thënë turpi qytetërimit tjetrit, si që ke thënë ti Donald Trump dhe pastaj tjep $20 milion për të takuar. Nuk kam bërë kur gjërat tilla. Kam qëndrue në pozicionin dinjitoz të një shqiptari. Dhe tani ta them dhe tjetër, a më thonë. Mbylla, zoti Berisha. Ke filluar një lojë të madhe në kurrizë shqiptarëve, por t'jesh i bindur
Kuar fjallën, jo replik. Unë nuk të pyeta a ke marrë ftesa nga Shtetet e Bashkuar. Nuk ishte kjo pyetja. Dhe nga ana tjetër, duke menduar se si ta japësh përgjigjen, pa dhënë përgjigje, bëre një gabim. Thej që unë nuk dal më jashtë shtetit. Për arsye pune. Po ti jo vetëm del jashtë shtetit, po ti merr për krahe Fatmir Mediun, shkon në Bundestag dhe nuk lë llaf pa thënë për Shqipërinë ti. Ti jo vetëm del jashtë shtetit, po ti nuk lë rast pa dal jashtë shtetit dhe informon edhe ndjekësit e tu digital. Unë nuk e diskutoj që ka njerëz që ty të ftojnë dhe për ty kanë mall në të gjithë globin. Unë të pyeta, ti me dash, e kalon dot oqeanin apo jo? Sali, kam pas një shok si ty unë, i cili kur fliste nga bankat ishte trimi madh. Unë po të them kaq. Unë jam shumë i dëshiruar, sinqer, unë nuk jam si ti. Unë mendoj që nderi i vendit, nderi i asaj zyre, ku unë jam sot, ti ke qenë dje, dikush edhe nesër, e do që unë të jemi dëshiruar që ti vërtet ta kalosh oqeanin në rast se do. Por mënyra se ti më përgjigjesh më bën të mendoj se ka i problem. Ka i problem. Sido qoftë, bëre mirë që u përgjigje ashtu, sepse këtë herë nuk do të ta bëj pyetjen që do të vinë mbrapa. Po ki kujdes. Sepse ki kujdes. Sepse ki kujdes. Sepse ta them unë pse, ki kujdes. Sepse e mbylle fjalën me një çështje, e cila s'kishte lidhje fare me pyetjen time dhe s'kishte lidhje fare me shqetësimin tënd. Thej që unë i pas kam hyrë një loje të rrezikshme. Madje ngatrove mua me Lulin. Për shumë kohë na kanë ngatruar, edhe mua më vjen mirë që ti na ngatron akoma, se na shef të afër të dyve, po është Luli që ka paguar para Sali, nëpërmjet miqve rus, për të bërë një fotografi. Dhe ti mos haro që akuza jote, akuza jote se unë pas kam paguar $20 milion për të takuar presidentin e Amerikës, rëndon edhe presidentin e Amerikës, jo mua. Sepse presidenti i Amerikës dhe çdo zyrtar amerikan është i ndaluar të bëjë një gjë të tillë. Kështu që ti se ke problem se tani çdo që të thush nuk të numërohet më sepse çështja e vizës është përcaktuar. Po të them një gjë. Sali, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti i ke sfiduar disa herë. I ke sfiduar dhe këtu, në këtë foltore, kur i ke quajtur autorët e rrëzimit tënd këtu. Bashkë me të ndjerin Bashkim Gazidete dhe me të mirënjohurin Blerim Çela. Tani, më kujtohen fjalimet tuaja pas zgjedhjes Donald Trumpit dhe më kujtohen se sa shumë i thërrisnit që këtu Donald Trumpit vjen të ndihmonte, njësoj e u kam thënë, jeni si kalamajt e lagjës që i thoni atit madhit lagja aman hajde se ata guri do të na rrahin. Po guri nuk vjen ke ju. Dakor? Se s'ka si vjen ke ju. Kështu që ta mbyllim këtë temë, Sali, edhe njërë po të them. Abi Banku
është bankë amerikane, e cila kontrollohet nga enti regulatori bankave të Amerikës. Dhe po ta përsëris, ti je njeri që e marrë me gratë, je marrë me vajzat, je marrë me kalamajt, je marrë me nipat, je marrë me mbesat, je marrë me kës je marrë. Ti je njeri që s'ke kanun, ti je njeri që s'ke kushtetut, ti je njeri që s'ke liq, ti je njeri që s'ke moral, por ti, gruas time dhe familjes time, i ha ato që thuhet.